Kër është fjala për rritjen e inteligjencës, du me krahasu ato fiziologjike, natyrore me ato artificiale. Mas pari fiziologjike, me qenë se ajo është trunore. Me rrit mençurinë, do me thonë inteligjencë, do me thonë me rrit numrin e fijeve, e lidhjeve të fijeve nervore. Parasysh se si shifni ekzistojnë fija me fije lidhet me anë të materjes kimike që quhet neurotransmetues. Pra ekzistojnë nyjet edhe fijet. Rritja e inteligjencës apo mençurisë do të thotë rritja e lidhjeve këtyre fijeve. Pra rritja e fibrave të këtil, numrit e fibrave të këtil, është rritje e mençurisë së inteligjencës. Kjo ndodh sidomos deri në moshën 17 vjeçare. Pra shpejtësia, dinamika është më e larta. Mu për këtë arsye edhe aftësia e ngritjes së mençurisë, përkatësisht inteligjencës, në këtë moshë është më e larta. Dhe pastaj zvoglohet kurse në moshën e vonë, pra në moshën të themi në moshën time, ajo duhet të zbjet ose të thahet në tërësi, pra të bjen numri i fijeve që lidhen përkatësisht i mençurisë, aftësisë procesuese. Për ta mbajtur atë duhet të ushtron njeriu. Duhet të ushtron në mënyrë mentale, këtë e bëj meditim për shembull unë ose shumë kush, dhe me aktivitet intelektual, pra me veprim, e gjeneron të ashtu quajtur muskujt trunor. Sikurse muskujt që rriten duke ngrit pesha ose veprime fizike, po ashtu me ushtrime intelektuale, pra rritet mundësia e lidhjes së fijeve përtej moshës 17 vjeçare apo deri në vdekje. Po njëta gjë ndodh edhe te inteligjenca artificiale. Mu pra aty ekzistojnë nodes, pra nyjet, pastaj ekzistojnë weight, pesha statistikore që faktikisht përfaqëson lidhjen e atyre fijeve. Dhe ato informacione, pra këto fije, kur janë shumë fije, por disa janë me peshë më të madhe, aty qëndron procesi, mundësia e rritjes së të mësuarit. Pra rritjes së inteligjencës, pra me rritjen e këtyre fijeve përkatësisht të peshës, derisa të vim pra deri te ajo pika tjetër në cilën vepron ajo bias. Bias që thash ajo e quajta unë si pikë e veprimit të kositjes së informacioneve. Këto janë procese të cilat mund të krahasohen në mënyrë paralele të inteligjencës natyrore, pra të fijeve nervore, por edhe të inteligjenca artificiale, pa të makina, që jipet inteligjenca artificiale, që këto weight, këto fijet e përcaktojnë pra aftësinë e rritjes së qarkullimit të informacioneve apo rritjes së mençurisë. Pra me këtë mënyrë rritet mençuria e makinës.